Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Zoti qoftë me ju. Vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur këtë me shajte, në cilën mënyrë veçantë dëshiroj me lutë Zotin dhe ndërmjetësinë e martyrëve tanë për familjet tona dhe për vendin popullin tonë. I dëshiroj mirëseardhje pa kërnuar kajtazin dhe i lutemi që në këtë me shajte mënyrë të veçantë t'ja kushton Zotit këtë me shajte për misionin tonë, për familjet tona, për popullin tonë dhe për paqe në botën mbarë. Kem nevojë për bekimet e Zotit e mënyrë të veçantë, kem nevojë që fjala dhe Shpirti i Shenjtë të prejkë mendjen dhe zemrat tona. Të mundomin heshtje, në urat e adhurim, kremtoj me i shënshajte. Tani në heshtje, ja paraqisim Zotit këtë vesh, pendohemi për farin e gabive tona, që të kemi zemrën e pastër në tej, marrim pjesë në këto mistere të shenjta. Po i rëkejtëm, hyj të gjithë pushteshëm, dhe ju vëllezër e motra, se kam gatuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me vëshime, për fatin, për matmatën fatin, prandaj për porositem se duhet starit gjithë martirëve, të gjithë pendjeve, shenjtërve, dhe ju vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotin. Hyj gjithë pushtetshëm pas dëshirë për ne, na i falë mëkatet tona, e na përcjell drejt jetës së pasosur.
Të lutemi. O ky i gjithë pushtetshëm dhe anëshuar, ti deshet e ripërtish gjithçka në përbim birin të ndashur mbretin e gjinësisë, bëj që mbarë krijesat të liruara nga robëria mkamin, ti shërbejnë padrisave e pledojnë pa pushim. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin ta, që me ty jeton e mbrekton, me bashkim me shpirtin shejty, për të gjithë shekuj të shekujve. Leximi prej librit të dytë të Samuelit. Në ato ditë erdhën të gjitha bisët e Izraelit e Davidin në Hebron dhe i thanë: Ja, ne jemi ashtë i ytë dhe mishë. Po edhe më parë, kur Sauli ishte mbreti ytë, ishe ti ai që i drejtoje të gjitha levizit e Izraelit. Edhe Zoti të ka thënë: Ti do të arpëllon të shpokullin tim të Izraelit dhe ti do të jesh kryesit i Izraelit. Po ashtu erdhën edhe gjithë pleqët e Izraelit, të mbretin e Hebronit. Dhe Davidi mbret idhin e skidin e ta në Hebron në pranimin e Zotit. Ata e dyjën Davidin mbret përmbi Izraelit. Fjala e Zotit.
Falenderojmë Atin, i cili ju bërë të aktë të keni pjesë në trashëgiminë e shenjtave në Ti. Ai na nxorri nga pushteti i Risës dhe na kaloi në përfinë e Birit të Vet, të dashur, i cili jeni shpëtim faljen e mëkateve. Ai është shërbesa e Birit të padashëm, i parë para çdo krijese, sepse me të u krijua çdo gjë në qiell e në dhënë, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë kronet, qoftë zotrimet, qoftë principatat, qoftë pushtetet, gjithçka u krijua në për të dhe për të. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë që ndron në të. Ai është krye e trupit të kishës. Ai është fillimi, i parituri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari, sepse hyri i përqet të kanojnë të vërtetësia dhe në anë të Tij, duke vendosur paqen në anë të gjatë të kruqit të Tij, dhe pajtoi me veten gjithçka, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Fjala e Zotit. Antarët e Këshillit të Lartë e përqeshnin duke thënë: të tjerët i shpëtoj, le ta shpëtojnë vetën, nëse është Mesia i Kryet i zgjedhurit. Edhe ushtarët e dhënin në dorë. Ju afruan për t'i dhënë ukull dhe i thanë: nëse jeti mbreti i Judenjeve, shpëto vetën. Mbi të ishte edhe me shkrimi: ky është mbreti i Judenjeve. Njëri nga kriminalët e kryqëzuar e fyete: pa nuk jeti Mesia, shpëto vetën e vdekë. Por ai tjetri e qortoi shokun: as ti nuk e druan hyrjen që pohuan të njëjtin dënim si ne. Sa për ne, kjo është drejtësi, po marrim dëshmimin e merituar për veprat tona, por ky nuk bëri asgjë të keqe. Dhe tha: të bie ndërmend për mua o Jezus, kur të arrish në mbretërinë e yjet. E Jezus i tha: për të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në paradis. Fjala e Zotit. Qoftë këtu Jezu Krishti. Spari për shëndetit e mia për gjithë ju të qenit pranishëm, për misionin tuaj, për besharin tuaj, donatorën e motrat që punojnë, e ju që jeni të lidhur e bashkuar rreth një misioni rreth Krishtit, përndërloj rrënjën tuaja, identitetin tuaj, shqiptarinë tuaj e fenë tuaj krishterë.
gjitha ajo që ne mlidhemi sot, e mlidhemi çdo herë ka të banë me rujt të vërtetën. Me rujt të vërtetën të me thanë jeta, por me rujt të vërtetën të me thanë me vujt, me rujt të vërtetën të me thanë me koni gatshëm, me pësu, me vdekë për te. Spari kisha sot feston festën e Krishtit Bret. E ju e dini që Krishtin e kanë kryqëzu. E dëgjum këtu pjesën e Ungjillit kur tha njani pësu për i kryqit, i thot, a nuk jemi mbreti judejve? Pra Krishti të bënë shpirë, a është dashë me thonë një shka. Edhe Krishti des për të vërtetën. Edhe vërteta është sa ajo është mbret. Por jo me të mbreti judejve, por mbret i gjithësisë që ka me gjyku të gjatë e ditë. Edhe gjitha këto figurat të tjera, prej Bogdanit, Pataloviqit, Gazullit, të gjithë të vërtetë, të dëshmuar të vërtetë. Ju duhet jeni njerëz të fatë, e jeni njerëz të fatë, sepse jeni pi e vërtetës. E vërteta ka të banë me Zotin, gënjeshtra ka të banë me djallën. Çdo gjatë që është e lidhur me gënjeshtër, me rrenën, i ka burimet të djallit. Çdo gjatë që është e lidhur me të vërtetën, i ka burimet e lidhjet me Zotin. Sa herë kemi e farë mitë pa vërtetë, sa herë kemi me bani gënjeshtër, sa herë kemi me shërby një rrenë, kemi me shërby djallit. Sa herë kemi me shërby vërtetës, kemi shërby Zotin. Sepse Krishti thotë, unë jam e vërtetë. Kisha shajtë sot, në ditën e kalendarin e fundit, djerën e fundit kalendarin, e ndajon Krishtin mbretin e gjithësisë. Kush është Krishti? Kjo pyetje shtrohet që 2000 vjet. Ka ushtru edhe 2 milion vjet. Derisa tjetë bota me njerëz. Edhe këtu kanë më thyrë heshtat. Heshtat kanë më thyrë dhe e vërteta, a është Krishti mbreti i gjithësisë, apo nuk është? Gjatë historisë, për 2000 vjet, ku janë thyrë heshtat. Kështu kanë më thyrë heshtat. Krishti e dëshmon mora Pilatin, por e Pilati thot, a jem i mbreti judejve. Thot, po, unë jam, por jo vetëm judejve, por i gjithë rusut. Edhe ka marrë me gjyku gjallët dekur, e se cila krijes ka më rënë gjuj para Krishtit, e se cila gjuj ka me dëshku Jezus i sot është mbret në mbret i kujtarë. Kjo dëshmi, le tjetë dëshmia ju, kjo shprehje, le tjetë shprehja ju, Jezus i sot është mbret në mbret i kujtarë. Me këtë shprehje, me këtë fjalë, me këtë gjuhë, kanë jetu e kanë vdekur martirë të Zotit. Bogdani, Pataloviqi, Gazulli e gjithë martirët e tjerë të kishës në troja shqiptare e gjithë punë me përbotë. Ju e dini se shumica martirëve tërë, tu i pushkatu, kanë thënë rrënëv Shqipnia e rrënëv Krishti me. Le tjetë motiv, le tjetë gjuha jote që krif për këto dy vërtetër. E kur mos i biti mohit Krishtit e asaj që je shqiptare,
atë që Zoti ta ka thënë gjakun e ardhur. Kisha Shëndet ka kaluar për sfida, sepse me kaluar për histori, dhe me kaluar për sfida. Fillim, vitin 325, para saktë 1700 vite. Sot, këtë vit, janë bërë 1700 vjetë, që kisha ka pas një sfidë bërë. Atëherë s'ka pas mjetet komunikimit, s'ka pas telefon, shkrimi ka qenë rrallë, s'ka pas internet. Kur o përhap kisha, gjitharon e kanë mësu mësimin se Krishti është mbret, e Krishti është Zot. Por, djalli punon punën e vetë. Djalli nuk vren, as nuk rrim, sepse djalli as nuk vjerë, as nuk kohë, por përzim e prishur. Në kohë, 325, para 1700 viteve, ishte një njeri që quaj Arius. Arius, pari me rem. Arius kishte njësë në mësune për apri, se Krishti nuk është i biri Zotit. Është i madh, është i shenjtë, është i tillë, por nuk është i biri Zotit. Në kohë e ke pas një fakë, e kishim një perandor, që ishte i gjatë në kohë ardhërë, ishte Konstantin i Madh. Konstantin i Madh ishte perandor prej Anglije e deri në Persi, e prej Gjermanie e deri në Afrikë. Ky perandor ishte bani krishterë, edhe i kishte mbledhur njerëzit. I kishte mbledhur njerëzit e kishës, të gjithë i përshbit e asaj kohë. I kishte mbledhur në të ushqime sotme, në lice. Edhe e kanë bani një kongres madh, një konvent madh, që të quhet Koncili i Nicës. Në koncil, janë mbledhur gjithë të zhdit, me vendos e këqyr ku është e vërteta në lidhje me Krishtin. Edhe të gjithë të zhdit asaj kohë, kanë thënë se Krishti është Zot, i biri Zotit, i një natyre me Adit. Është i libër prej Adit, i një qenëshëm me Adit, nuk është i kriju prej Adit, por sikur se linë rrezja për dilit, ashtu linë Krishti prej Adit. Ky Arius, që punonte e folte të gojën e djallë, ishte i dhunshëm, ishte i egër, ishte agresiv, sepse djalli sa herë ka me humbë njojën, ka me të bëjë agresiv. Ishte një njeri shenjtë në vetë. Ai njeri ishte shënkohë, që ju tash e me festu e me banë baba time, a ishte baba time. A ishte figurë historike, i cilo qu e ka mbrojt dignitetin e besimit krishterë. Kur ky Arius ju ka afru të hula, shënkolli e ka pështetë. Shkrum bismoj. Sepse s'ka mujt me nëru një të vërtet parë. Shënkolli që shqiptarë të nërojnë të shumë, nuk e nërojnë për shkak dhuratave të tija, për shkak se e ka pru dhurata, se s'ka pru dhurata materiale. Shënkolli e ka rrujtë të fejtë e vërtet, atë që qka është Krishti në realitet. Për këtë arsye, është i banë Shënkolli. Kjo këtë banë para 1700 viteve është definuar në të. Edhe kisha, në të kohë në shku kredon, qka besojnë? Kur ju ta shëtuni, besojnë një të vetëm atë që të të tërë, ajo deklarat një jotja qka ti besojnë. Nuk ka me që ljudje, shprejnje deklarat kredon qka ti besojnë. Qka
kishte vdekë, e kishte dalë, e kishte lanë rramjen e keqe. Ajo rrama e ti, ajo bi e keqe, ajo ka bi rrët 700 vite mas Krishtit atë një herë. E ajo bi ka njëse u shpërda. Me bi është balafaqu Bogdani, me bi e balafaqu partijë tjerë, e me bi po më balafaqu këtë botë. Por ju i gjamën me, kur mos i vitë mori, atë që partë e ju jetë në fatu shtrejt me jetën dhe gjatë me vetë. Besimin e shenë, Krishti që është Zot e mbret janë shqipit. E mos i vitë mori, gjatë të duit pasë të qarët, me shtimin më të marë. Qka ka me ndonë për ata që ka me e mbajtë këtë betim e këtë besim. Krishti thotë, në ditën e mbrapë, ka me thamë, e jeni të bëjpumi dhe atitën, nërë me përpronë për të një, që u bëtë basë për një. E thotë, shkrimi shenë, lumë ata që qëndrojnë të fund, do të marrin kullorin e lavdës. Ata që këtë qëndrojnë të fund, Krishti që e ka kullorin e shenë të tisë, atë kullor ka me amanë se cilë për një. Të lumë ata që i besojnë Krishtit e javim besnik, dhe në fund një të zetë. Urime ka besë, paqit të kimin e Zotit, e gjithë morë të klerojnë atë, qka ka qëru e në ta. Besojnë në një të vetë. Amin. Edhe në Zotë të vetë, në Jezu Krishti, një të vetë në bidin e ty, të një në preatë para të gjithë shemurve, ty të rejtë, tri për dritës, ty i vërtetë të ty të vërtetë, i lindu një i krijuar, i një qenë që të atë, në përjetën si një janë krijuar të gjithasë, hajtë në njërës, e për shpëtimit tonë së e u të shkua për të shqipit shenë, prej Virgjës Maria, e u nërë e u të shkua për drejtën honësit i në, pësoj të në rëzës, e u gjatë drejtën të si pas shqipit, e u gjithë të qijë, e rëmë të tjarë të në atë, e përsëri të të një në në, për të shkua të gjatë të të të, e prej të rje e të të jetë më besoj të shqipit qenë, që është Zotë një të nësë, që rjetë të jatë të primi, që më atë të primi, atërote nga atërote, që foli më anë të mëpete, edhe të rikishtë dhe të, shende, katolike dhe apostolike, që shtoj një maksim të vetëm, për marën e katëve, presi gjatën të vekuve, e jetën e pasosë. Ja të rritojnë minutje tona me besim Krishtit mbretit gjithësis, që marë të kryqit e ditë e lavdishët, ta një përtri gjithë njerëzimin me drejtësi e paqe, të i thanë së bashku, ardë mbretëria jote o Zotë. O Zotë Jezus, shikoje të kishën të dhe të rëtishe në rrugën që në qatë krejtë shpëtimit të afshuar dhe lutemi. Ardë mbretëria jote o Zotë. O Zotë Jezus, ngushtoj ata që muajnë, dhe bëj që ata që jetojnë të pushtëruar me dignitetin e tyre dhe të shqipur në drejtat e tyre dhe gjenë forcën të shpresojnë në një të nesërme më të mirë. Të lutemi. Ardë mbretëria jote o Zotë. O Zotë Jezus, na jep solidaritet të plot me njerëzimin e huajtur, që troket në portën tonë, dhe bëj që të angazhohemi në emrin tënd, duke fituar çdo respekt njerëzor. Të lutemi. Ardë mbretëria jote o Zotë. Dass die Menschen aller Völker und aller Sprachen gegenseitig Abneigung überwinden, auf Gewalt verzichten und in Frieden miteinander leben. Ardë mbretëria jote o Zotë. Dass die Grauenden getröstet und die Unterdrückten und die
se me jep në fare e lavë, të lutemi. Ardhë prej krija i përgjërës. O ky ati i Jezu Krishtit mbreti i gjithësisë dhe Zoti i historisë, që ke pranuar lutjet në armundit këndun, dëgjoj me mirësi kërkesat që drejtohen ty nga zemrat e besimtarëve tu, i që e në sultan në shekuj verë. Tani është momenti i liturgjisë, ku besimtarët i ofrojnë Zotit ato çka Zoti na ka dhënë, dhuratë, e cila është bukër, uji, vera dhe simbole tjera që përfaqësojnë fenë dhe kombin tonë. Dhe kemi menduar që duke filluar prej fëmije e deri tek gjyshri, janë 4 breza këtojnë prej ku shqiptar kanë emigrue në Zvicër. Prandaj tani këta personat e caktuar dalë nga dalë do të afrohen dhe i kushtojnë Zotit pra dhurata e tij. Qostet dhe buka, o Jezu Krisht, të falenderojmë sepse për çdo ditë na dhuron vetveten në meshën e shenjtë, si ushqim të shpirtit tonë. Bëje që zemrat tona të kenë vazhdimisht uri për këtë ushqim që nuk prishet kurrë. Vera dhe uji, të faleminderojmë o Zot për të mirat dhe dhuratat e shumta që vazhdimisht i bëjnë në jetën tonë. Të faleminderojmë për ujin i cili simbolizon jetën e re që kemi pranuar në pagzim, po ashtu edhe për verën që është simbol i gëzimit dhe dashurisë sate për ne. Ja pra o Jezu Krisht, po ta paraqesim verën dhe ujin si shenjë e bashkimit të zemrave tona me zemrën tënd të dashur. Veshja kombëtare. Veshja kombëtare shqiptare është një nga simbolet më të rëndësishme që pasqyron identitetin, historinë dhe të drejtën e popullit shqiptar. Ajo përfaqëson punën, artin dhe shpirtin krijues të brezave. Po t'i paraqesim ty o Zot që ta na ndihmosh t'i ruajmë brez pas brezi. Plisi bardh. Plisi bardh simbolizon pastërtinë, urtësinë dhe rrënjët e lashta i lirë të popullit tonë. Të lutemi o Zot, të na ndihmosh të ruajmë këtë pastërti të shpirtit dhe jetës. Flamuri shqiptar. Flamuri shqiptar është një nga simbolet me të shenjta të kombit tonë. Flamuri nuk është vetëm një copë spelhur, por historia, bujtja dhe qëndresa e një kombi, që nuk u dorëzu kurrë. Ai ngrihet lart si kujtim dhe krenari për të kaluarën e vështirë dhe si shpresë për një të ardhme me të. Qiriu. Qiriu përmes kushtimit dhe këtij qiriu po t'i afrojmë o Zot zemrat tona me dëshirë që ti ndezësh ato me dritën e dashurisë sate. Lulet. Lulet janë simbol dashni dhe respekti. Beje o Zot se cili prej nesh të jetë në kopshtin tënd, një lule e bukur e cila jep aromë të mirë në kish dhe në shoqëri.
regale të qyshme para hyë, atit e gjithë pushtetshëm. Po ta kushtoj mos Zot flinë e pajtimit tonë, e po lutem me përvojtëni, që birjë të falë të gjithë popujve, dhuratën e bashkimit e të paqës, ai që e në soldat në shekuj të shekujve. Zoti qoftë me ju. Laksojmë zemra. Të falenderojmë Zotin, hyjnë tonë. Për një mend, është kumedente e drejtë, është detyre jona e burim shërbimi, falenderojmë gjithmonë e gjithmonë, Ky o Zot, ati shenjtë, ky i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar. Ti, të një lindurin birin tëmë, Jezu Krishtit, Zotin tonë, e shugulove me vaj gëzimi, prit të amshushëm e mbretin e gjithësisë. A i duke ta kushtuar vetë vetën fli të pastër e pajtuese, mbi lterin e kryqit, kreu misterin e shërbimit të njerëzve, e pas ja nënshtroi pushtetin e vetë të gjitha krijesat, ja paraqiti madhrisate të pamas, një mbretëri të pambarim e të gjithë mbarshme, mbretëri të së vërtetës e jetës, mbretëri shejtërie e hiri, mbretëri drejtësie, dashurie e paqe. E prandaj bashkë me engjujt e krye engjujt, me prone e me zotrues, e me gjitha ranën e ushtrisë qiellore, po këndojnë himnin e largisate duke thënë pa pushim. Me të vërtet një shenjë o Zot, burin i çdo shejtëri. Ty pra më të lutemi shejtroj për të dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krisht. Ai kur vullnetarisht u pranonte mundimet, mori bukën, të falenderoi, e theu, u adhanë zënsve të vetë dhe tha. Merni
e hani të gjithë prej këti. Ky është korpi që do të flijohet për ju. Po ashtu pasu kryetarka, mërje në kelkur, përsëri të falenderoj, u adhanë sërsme në vetë dhe tha. Merni e pini të gjithë prej ti. Ky është kelku i gjaku tim, i beskidjes së reve të amshuar që do të derdhë për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjmë këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Shtatin qalin tëndër e presim marë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, o ta kushtoj bukën e jetës e kelkun e shërbimit, o të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje të shërbejmë ty. O të lutem me përvojtëni që shpirti shenjtë të na bashkojë në trup të vetëm, të gjithë ne që po marrin pjesë në korpin e gjakut të Krishtit. Letër t'jem në mendo Zot për kishën tënde të shpërndarë në të katër anët e botës, për sosën dashni bashkë me patën ton Leonin e 14, i peshvin Felixin, i peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin ta. Për një moment vështje, i kujtojmë dhe i lutemi Zotit për të vdekurit tanë. Le të vjerë në mend edhe për vlezërit tanë e motrat tona, të cilën pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marinë Virgjën Hyjlinse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtërit apostoj, me të gjithë martirët tanë shqiptarë që gjithë herë të pëlqyen, që të madhrojnë dhe të lëvdojnë në për Jezu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithu shtetëshën, dhe bashkjen me shpirtin shajnë, të qofton der e labi, për të gjithë shekuj të shekujve. Krishti në mëson uratën më të bukur, parë tanë kanë jetu e kanë vdek me këtë lutje në buzë. Ju këtë lutje mëson ju fëmijëve tuaj e nipave tuaj. Ashtë urata ma e bukur sa është urata e Krishtit, ashtë urata e bukur sa në gjuhën të shqitet. I drejtojmë në Zotit së bashkë. Ati ju, u shëjtron femri ju, ardë në dhja jote, u hapu mesa jote, si me tjera ashtu me tonë, u kërton të përvishme, na jetë sot, na i farë fajtë tona, si i farë me fajtore të ta, e mos na dhe të tjë të të të, por në në ka i kështë. Letër t'jem në mendo Zot për kishën tënde të shpërndarë në të katër anët e botës, për sosën dashni bashkë me patën ton Leonin e 14, i peshvin Felixin, i peshvin ton Dodën dhe me gjithë klerin tanë. Për një moment vështje, i kujtojmë dhe i lutemi Zotit për të vdekurit tanë.
Nga liro po të lutet jo Zot prej gjitha të qielleve, për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona. E në sajt e mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresë me lume, ardhin e shënbuesit tonë, Jezu Krishti. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu, po ju le paqen ku ja paqen ti. Mos ne shikon mëkatet tona, por themi kishë sot. Jep asaj sipas vullnetit tënd, paqe e bashkim, ti që jeton në sultan në shekuj të shekujve. Paqja e Krishtit qoftë për herën e ju. Nëse paqe e pajtitit, jepni dorën shoqëshoj. Thank you.
kushtohet solenitetit dhe kremtimit të Krishtit të Premtë. Të diellën e kaluar, sikurse e ndjenin 3 veç të shenjta, e kemi ftu e popullin, ju kemi ftu ju me ndihmë famullim e Becit. Dhe dëshiroj ju falendëru për zemërsisht, sidomos besimtarët e Becit, që diellën e kaluar kemi mujtë të grumbulluar për këtë famullim mbi 15.000 franga dhe janë dhënë edhe gjatë ditëve tjera, pra vërtet ju falenderojmë shumë dhe Zoti ju shpërblet me hirën dhe me kimin e vetë. Tani dëshiroj të falenderoj dyert veçantë Patër Muhe Kajtasin, të cilën e kemi ftue me rastin e edicionit 3 gjurmëve të rënjeve tona, një takim kulturor që ta 3 vite e organizojnë së bashku me shoqatën Nën Teresa. Dhe vërtet e shohim interesimin dhe dëshirën e madhe jo vetëm të besimtarëve dhe ta apo të miqve të shoqatës, por një interesim deri në shmundë me tanë gjithë kombëtarë. Prandaj falenderoj Noën, falenderoj gjithë bashkëpunëtorë, edhe të misionit, edhe të shoqatës dhe gjithë ata të cilët kanë ardhur dhe djetra kemi kaluar një mbrëmje për mendimin tim shumë të mirë, të nevojshme, meditimi, reflektimi, por edhe gëzimi dhe mirënjohje për figurat tona kombëtare që këtë vit ishte i kushtuar pra pjetëve të Titanit, pikturën cilët e kemi tonë dhe i ka përnue enkas për misionin tonë, për këtë mbrëmje dhe Augustin Përgija ja banë këtë piktur dhura misionit tonë. Dëshiroj përshkoj me i falenderue njërë veçanë korin e misionit, të cilët vërtet me provat e tyre për kushtimin, angazhimin, janë ngashëm gjithmonë me i dhanë nderë dhe lartë emrit Zotit edhe për mes tanë. Dhe vjenë gjithë akorin, gjithë këftarë e kanë kërëtue pajitorin e tyre që është Shën Qeqia. E dhe sot mbrëmje, zbashku me korin e zbashku me mishtarë mysafirë që kemi, do të takomin mbrëmje në Lucern dhe kemi tartën e përbashkët si falenderim dhe një kursit si lutje ndërmjetësim që bashkësia jonë të rritën në lirin dhe bekimin e Zotit. I falenderojmë shqiptarë, të cilët janë gatshëm me ndihmu në krye me kryetarin e Këshillit Zotëri Nuhe Tuçin, i cili vërtet mundohet që zbashku me gjithë tjerë me marrë rend e mu kanë shërbim të misionit që festat tona, kërëtimit tona të shkojnë sa ma mirë. Falenderoj forumin e gratë, falenderoj njërë veçanë ansambin Shqiponia, të një emisionit tonë, të cilët me krenari, por mundë me thamë edhe me profesionalizëm, i përpacojnë jo me të misionit, po të ashton gjithë Zvicrën, vera tona kombëtare. Prandaj, ju përgëzoj, e uroj që vërtet keni bashkësi e bashkëdhënie me këtë ritëm, që t'jeni krenaria e jonë si mision, por krenaria jonë edhe si popull shqiptar me migracion në Zvicrë. I përshëndes adolescentët, të cilët janë veshë një adolescentën me veshje kombëtare, e veni një pritje në mënyrë që fillojnë edhe një grupin e fëmijëve dhe adolescentëve në ansambin Shqiponia, me mënyrë që dalë nga dalë krijojnë edhe grupin e vegjëve dhe bashkëpunëtorëve edhe grupin e pritërve dhe këtë mënyrë ansambin plotësohet dhe të përforcohet sa më mirë që të gjithë nga brezat të këndojnë, ballëzojnë dhe të përgatiten sidomos për kremtimin. Gjithë kjo punit cila bëhet me një shtirë fuqilor dhe me një shtirë vllazëror, që ne si me shtarë, motrët e nderi që shërbejnë ta, nuk përsinë. Mundohemi mundësi dhe naftësi tona t'jemi në shërbim në juve, në mënyrë që bashkërisht pra, mundohemi vërtet
japi më të mire prej mundësive dhe aftësive tona që Zoti na I ka dhënë. Dëshiroj po ashtu me I falenderoj mysafirëve të cilët I kemi edhe sot në këtë mejtë shenjte dhe me njerë pas vendimit përfunditar të meshës do të përformoj edhe me 2 kamë të përshtatshme për ambientin I kishës. Pra, zonjën Elmira Lefort, maestro profesionale në piano dhe 2 artistët tanë në rrugë, miqtar, shkodran dhe Besiana dhe shkodran tonë, të cilët pra edhe sot janë me ne dhe do të këndojnë pra këto 2 kamë të cilat mendoj se javlerë vitën e sotit, ku lutmi për popullin tonë dhe kërkojnë ndërmjetësi e martyrëve tonë. E nuk mundë me atë Radio Maria, e cila dhe sot po e transmeton drejt për drejt, me ishën shenjte. Gjithë ata që na dëgjojnë, që na shikojnë, I përshëndesin dhe lutim Zotin që vërtet beqili I Zotit jetë me ne, e sidomos nga ata që janë smurë dhe përmes mjeteve sociale mundën me qëndruar në kontakt, bashkëtim e festat tona dhe kredimet tona. Dhe e fundit, dëshiroj me falenderoj Rokone, që sot ka falas, ka ardhur për misionin që të banë inkluzimin dhe transmetimin e drejt për drejt kësaj veshë shajtë. Mu nuk mbetet diçka tjetër, përveç se edhe ministrantët dhe gjithë premtërit që janë veshë kombëtare, I falenderoj e t'juroj vërtet më të mira që ju dojnë zemra dhe familje. Pas veshë të dalim nga kemi ardhë dhe ndaljet kishës me ministranta, fëmijë, rini, deveshtarë dhe otrat e deri, artistët tanë do të bajnë një foto e cila mbetet në kujtim dhe në arkimin e misionit tonë. Sot ju bekoj gjithë mi tjerë të mirë e mi javë sa bashkë. Faleminderit këto gjashtë bani për të mirën e fëmijëve tuaj dhe vetën tuaj, donatorët marrëdhënie të gjithë juve të konfliktit e marrë bekimin e shëtë pashën e Krishtit. Të lutemi, të ushqyer me shujtë dhe pratëshmërisë për lutemi o Zot që ne, si ne të mburemi se I zbatojmë me gëzim urdhrimet e Krishtit për gjithësisë, ta kemi fatin këtoj për herëta në mbretërin qëllore, ai që e për në sundor në shekuj të shekujve. Zoti qoftë me ju. Ju bekoftoj gjithë pushtetësha, ati e biri e shpirti shenjtë. Ne që në t'i koftëshme me paqë. Tani edhe pak minuta ju ftoj, e shti kuptohet duke respektu vendin e shenjtë, por edhe performancën e artistëve tanë, të cilët I ftojnë për këndën e tyre. Amen.
falenderojmë për zemërsisht, për emocionit që ngjallni në zemra tonë dhe ju urojmë vërtet keni suksese në misionin dhe sidomos në promovimin e vlerave, kulturës dhe traditës tonë shqiptare. Tani për ata nga dade do të shpërndamin pasin, motra do të fillon me pjesën e muzikës dhe nga dale me ministrata, pastaj do të vinë anëtarët e korit dhe ndaljet e kishës do të bëjnë një fotografi grupi. Një javë me ku, peshën animoh, shkoj e tjetoj në pasë.